Përshëndetje, në pjesën e parë të videos do të tregojmë disa mite dhe legjenda mbi domaten, ndërsa në pjesën e dytë do të tregojmë disa fakte pse domatja është një super ushqim. Le të fillojmë pa humbur kohë. Mite dhe legjenda për domaten. Domatja, megjithëse sot është një nga ushqimet më të zakonshme në botë, dikur ishte e mbuluar me mite dhe legjenda interesante. Ja disa nga historitë më të çuditshme dhe më të veçanta rreth saj. 1. Molla e dashurisë në Evropë. Kur domatja u soll nga Amerika e Jugut në Evropë në shekullin 16, njerëzit nuk e kishin të qartë nëse ishte e ngrënshme apo jo. Francezët e quanin molla e dashurisë, sepse besohej se kishte veti afrodiziake dhe mund të rriste pasionin mes të dashuruarve. Në Spanjë dhe Itali, domatja shpesh shoqërohej me magjinë dhe dashurinë, dhe gratë përdornin fara domate në pije dashurie për të magjepsur burrat. 2. Fruti i helmuar në Angli. Në Anglinë e shekullit 18, domatja u quajt frut i helmuar. Arsye, aristokratët hanin domate në pjata prej kallaj, të cilat shpesh përmbanin plumb. Acidi i domates shpërbënte metalin dhe helmonte njerëzit. Për këtë arsye, domatet u shmangën për shumë vite. Por fshatarët e varfër, të cilët hanin në pjata prej druri, nuk e kishin këtë problem dhe vazhdonin të konsumonin domatet pa frikë. 3. Legjenda azteke, domatja dhe gjakderja e Perëndisë. Sipas një miti të lashtë aztek, domatja lindi nga gjaku një perëndie të vrarë. Thuhet se një luftëtar hynor i tradhtuar dhe i vrarë u rrëzua mbi tokë dhe nga gjaku i tij dolën domatet e para. Për këtë arsye, aztekët e shihnin këtë frut si një simbol të jetës, vdekjes dhe rilindjes. Në fakt, fjala tomatl vjen nga gjuha azteke dhe është burim i fjalës moderne tomato në anglisht, tomate në shqip dhe pothuajse në të gjithë botën ka këtë rrënjë. 4. Domatja dhe lufta e Tomatina në Spanjë. Në qytetin e vogël Bunol, Spanjë, ekziston një festë unike e quajtur La Tomatina, ku njerëzit hedhin mijëra kilogram domate ndaj njëri tjetrit. Sipas legjendës, kjo traditë filloi rastësisht në vitin 1945, kur disa të rinj filluan një sherr duke përdorur domate si armë. Qyteti e pëlqeu këtë ide kaq shumë saqë e bëri traditë. Si çdo vit, në gusht mijëra turistë nga gjithë bota mblidhen për të marrë pjesë në këtë luftë të kuqe, duke e kthyer domaten në simbol gëzimi dhe çmendurie masive. 5. Domatja dhe djalli, besytni italiane. Në disa zona të Italisë, dikur besohej se domatja kishte fuqinë së keqes. Për shkak të ngjyrës së saj të kuqe të ndezur, ajo shoqërohej me djallin dhe magjitë e errta. Ndërkohë, në pjesë të tjera të Italisë, besohej e kundërta, domatet mbronin nga syri i keq dhe përdoreshin si amulete për të larguar magjitë e liga. Pse duhet të ham domate çdo ditë? Nëse po kërkon një arsye për të shtuar domatet në dietën tënde të përditshme, ke ardhur në vendin e duhur. Më poshtë do të rendisim disa fakte të çuditshme, interesante dhe të dobishme për këtë super ushqim të kuq. 1. Domatja është një frut që mendon se është perime. Teknikisht, domatja është një frut sepse ka fara dhe rritet nga lulja e bimës, por për shkak të shijes së saj në kuzhinë trajtohet si një perime. Në vitin 1893, Gjykata e Lartë e SBA-s vendosi që domatja të quhej ligjërisht perime për arsye taksimi. 2. Ju ndihmon të dukeni më të rinj. Domatja është e pasur me likopen, një antioksidant i fuqishëm që mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit dhe ndihmon në ngadalësimin e plakjes. Nëse do një lëkurë me shkëlqim natyral, domatja është miku yt më i mirë. 3. Domatja mund të përmirësojë humorin. Studimet kanë treguar se njerëzit që han domate rregullisht kanë më pak shanse të ndihen të stresuar ose në depresion. Arsyeja, domatet përmbajnë substanca që rrisin prodhimin e serotoninës, që është hormoni i lumturisë. 4. Përmirëson shikimin.
Ke dëgjuar që karrotat janë të mira për syt, por a e di se dhe domatet ndihmojnë? Ato kanë vitamin A dhe lutein, të cilat mbrojnë syt nga plakja dhe lodhja e ekranit. Po, domatet mund të ndihmojnë sytë e tu pas orëve të gjata në telefon ose në kompjuter. 5. Mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Nëse po përpiqesh të humbësh peshë, domatet janë një zgjedhje perfekte. Ato janë me pak kalori, por të pasura me fibra që mbajnë të ngopur gjatë, plus që ndihmojnë trupin në djegjen e yndyrnash më shpejt. 6. Parandalon kancerin. Fal likopenit, domatet ndihmojnë në uljen e rrezikut të disa lloje të kancerit, si ai i prostatës, mushkërive dhe i gjirit. Prandaj një domate në ditë mund të mbajë doktorin larg. 7. Zëvendësim natyral për kremin kundër diellit. Besojeni ose jo, ngrënia e domateve mund të ulë dëmtimin e lëkurës nga rrezet ultraviolet me 33%, kështu që nëse harrove kremin e diellit, ha një sallatë me domate. 8. Ishte dikur një frut vdekjeprurës, por sot është superfood. Në shekullin e 18, njerëzit mendonin se domatet ishin helmuese sepse aristokratët që hanin nga pjata prej kallaj vdisnin pas konsumimit. Në fakt nuk ishte faji i domates, por i plumbit që përzihej me aciditetin e saj, ndërsa sot vetit super të mira të domates e bëjnë atë kaq të përdorshme në kuzhinat e mbar botës. 9. Domatja mund të përmirësojë jetën tënde romantike. Në disa kultura, domatja quhet molla e dashurisë. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut dhe fuqinë e trupit, duke bërë të ndihesh më energjik në çdo aspekt të jetës tënde. 10. Mund të ndihmojë kundër pickimeve të mushkonjave. Nëse të pickon një mushkonjë, forko një fej domate mbi lëkurë. Ajo e ul irritimin dhe kruajtjen për shkak të përbërësve natyral anti-inflamator. Kuriozitetet e çuditshme për domatet. Domatja mund të duket si një frut i zakonshëm, por ka disa fakte të pabesueshme dhe të habitshme rreth saj. Le t'i zbulojmë së bashku. Domatja është dërguar në hapësirë. NASA ka dërguar fara domate në hapësirë në vitin 1984 për të parë se si do të rriteshin në mikrogravitet. Rezultati, ato u rritën normalisht, duke dëshmuar se domatet mund të jenë ushqimi i së ardhmes për astronautët. Shumëllojshmëria e domateve do t'ju lërë pa fjalë. Nga domatet e vogla qershi te domatet e mëdha si kunguj, ekzistojnë mbi 10.000 varietete të ndryshme domatesh në botë. Disa nga më të veçantat janë domatja blu e pasur me antioksidant, domatja zebër me lëkurë të gjelbër me vija, domatja e zezë nga më të rrallat në botë. A e dini cili është shteti që prodhon më shumë domate në botë? Kina është prodhuesi më i madh i domateve në botë, duke prodhuar 62 milion ton çdo vit. A e dini cila është domatja më e madhe në botë? Rekordin për domaten më të madhe në botë e mban një fermer amerikan, i cili rriti një domate gjigande 4,4 kg në vitin 2020. A e dini se domatja ishte frymëzim për Super Mario? Personazhi i famshëm Super Mario fillimisht ishte menduar të ishte në kokë, të kishte një formë domateje. A e dini që domatja mund të prodhojë elektricitet? Shkencëtarët kanë zbuluar se domatet e prishura mund të përdoren për të krijuar energji elektrike. Në disa eksperimente, domatet e kalbëra kanë gjeneruar mjaftueshëm energji për të ndezur një llampë LED. Domatja ka kaluar nga një frut mistik dhe i frikshëm në një ushqim të përditshëm dhe të dashur. Dikur e shoqëruar me magji, helmim dhe dashuri, sot ajo është simbol i shëndetit dhe i festës. Domatja nuk është vetëm një ushqim i shijshëm, por edhe një frut me histori të jashtëzakonshme, fakte të çuditshme dhe përdorime të shumta. A nuk është e pabesueshme sa gjëra interesante fshihen pas një domate të vogël? Të nderuar miq, në morinë e këtyre informacioneve, cili nga këto ju bëri më shumë përshtypje, do të dëshironim të lexonim komentin tuaj.
Nëse ju ka pëlqyer video, bëni like, share dhe subscribe në kanalin tonë. Faleminderit për kohën tuaj.